Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, Butik Anoe dhe Moda Greke. Së bashku jemi me kuratoren e aktivitetit të sonte Giovanna, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Si dhe me artistën ton, Cinzia, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Shqipëri, fillim në Shkodër. Thank you. Qëllimi i aktivitetit të sotëm, cili është? Atëherë, praktikisht kjo është një ekspozit që organizohet, më thanë kjo është ekspozita 2 që ne po organizojmë. Këtë hall është Cinzia Tuzini, e cila është një artiste që vjen nga Italia, ka kryer studimet në Venecia për pikturë dhe grafik. Edhe puna saj është, domethënë kjo që ju keni mundësinë për më pa, është e lidhur shumë me shënjat, me imazhin, edhe në një farë forme, domethënë kjo është një kërkim që ajo ka bërë ndër vite, sidomos edhe në marrëdhënie me formen edhe dinamika që mundet me pas. Po si përgjigjet pjesa artistëve? Ka një Tashi, domethënë realisht në bazë të eksperiencës time personale, unë kam kryer studimet në Venecia, edhe kam pas shansin me njoh shumë artista të mirë, artista emergjent gjithsesi, domethënë artista të ri. Edhe prej lidhjeve që kam kriju ndër vite, kam përgjallë disa prej tyne. Po që kur është ndërmarrë si projekt? Tashi, ky projekt realisht fillon që muajin e kaluam, kena në plan me pru disa që mund të jenë rreth 6-7 artista për momentin, edhe do jenë rreth çdo herë një muaj e gjysmë. Okej, do të kenë arte të ndryshme apo do të jetë kjo forma arti? Jo, më thënë mua pëlqen ideja që arti ka mënyra të ndryshme, forma të ndryshme, edhe artistat në fakt Serhati që ishte artisti i parë, ishte artist maqedonës, erdhi me një gjë krejtësisht tjetër. Cinzia ka diçka tjetër, diçka të mrekullueshme që do të flasim pastaj. Po pjesa kuratore, eksperienca jote si kuratore e aktivitetit. Tash kjo është një pjesë që mua ashtu më pëlqy, është një gjë që jam të e shiu. Qyteti i Shkodrës besoj që e ka të nevojshme që të rinjt, sidomos, të jenë në kontakt me artin bashkëkohor, edhe kjo është një mundësi e mirë për me njoh pak se ç'a bëhet dhe se ç'a ndodh. I kuptoj shumë mirë problemet që janë sot për sot në... Cilat janë disa nga problemet që mund të hasin për shembull? Mungesa e informacionit, është mungesa e njohurive, mungesa e leximit, të ditënes gjanave, edhe shpeshherë domethënë ndodh që të rit nuk janë në mënyrë absolute në kontakt me ç'a ndodh. Edhe ky është domethënë qëllimi im, qëllimi i personave domethënë i pronarëve të Bed Stationit. Ky ka kanë domethënë objektivi jonë. Po dyshim. Disa plane afat shkurtër, do kemi ju thatë edhe aktivitete të tjera, me artistë të tjera. Po. Do të zgjas për sa kohë? Tashi ne domethënë deri tash planin e kena që do jetë rreth 6 muaj ose një vit. Do e shohim se si ka për te, se çfarë interesit ka për pas, nëse ne do mrrim domethënë me më vu në kontakt me trit, Deri më tani si është interesi i të rinjve të Shkodrës? Po, domethënë në ekspozitën e parë që u organizu, ishte shumë e çuditshme në fakt, sepse kam gjetë shumë interes. Domethënë jo në natën e hapjes, sa në ditë mbrapa në vazhdim. Është publiku, domethënë kam pas interes, kanë pyet, më kanë kontaktu domethënë pronarët e Bed Station, kështu që në mënyrë të vazhdueshme kena pas persona që doshin me ditë, domethënë edhe kjo është një në pjesë më Po atë të rinë, për shembull, ç'mendon ti se duhet të dinë, ose ç'mendon ti se duhet ju themi të rive shkodran që të vinë dhe të shohin sa më shumë art, vepra arti? Unë mendoj që domethënë rinia duhet thjesht të vehet në kontakt, nuk është çështja të u vënë kontakt, njeriu pastaj kërkon edhe kuriozon edhe zbulon. Duhet thënë se jo gjithmonë se ne kena tendencën për me kritiku rinin, realisht është pak si më thënë, vjen është edhe nga ana jonë, si e thonë, po. Kështu që në momentin që ne i servirim rinis diçka, ka për ta marrë. Kjo është shpresa jame, kjo është dëshira jame. Kjo është shpresa gjithëve në fakt. Dhe së fundmi, dua të di një pyetje kështu
pak ndryshe. Nga të gjithë artistët që ti ke në projektin tënë, cilin do veçosh? Kjo është pyetje Po, e di. që unë nuk mund të kthej përgjigje, për arsye se secili ka të veçantën e vet. Domethënë, këta janë artista që unë i vlerësoj, kam shumë besim, edhe me tamam domethënë që gusto janë këtë rast nuk s'ka rëndësi hiç. Faleminderit që ishe pjesë e Star Trend. Shumë faleminderit Dhe për do ju. ju presim sërish për projektet e reja. Faleminderit. Si është të vish në Shqipëri, të ndihesh e mikpritur në Shkodër për të promovuar artin tënd? Come ti sembra l'Albania, il fatto che sei arrivata qui a promuovere la tua arte, la tua ricerca, insomma? Per me è stato speciale proprio questo spostamento, il portare qualcosa che comunque ho raccolto tramite le mie esperienze in Italia, i miei viaggi, trasportarli, arrivare qui in un posto che non mi conosce minimamente ed essere accolta ed essere aiutata delle persone che hanno permesso che tutto questo fosse possibile. Vai. Atëherë thot që është shumë e lumtur edhe i ka bërë shumë përshtypje që domethënë mikpritja dhe ndihmesa që ka pas ndaj stafit edhe ndaj personave ndërkohë që po bashim instalimet e veprës. Normalisht thot që është një eksperiencë shumë e veçantë për arsye se të sjellin të gjithë veprat në një vend që nuk njeh dhe që nuk e njohin. Është çuditshme, është ndryshe. Është ndryshe. Si u shkoi udhëtimi? Come è andato il viaggio? Bene. Ishte emozionuar në momentin që... Vabbè, capito. Sì. No, è stato molto emozionante, per me era la prima volta anche che facevo una mostra personale e inoltre proprio andare in un posto in cui nessuno conosce il mio lavoro, nessuno ha mai visto nulla di quello che ho fatto, e proprio vedere come le reazioni, no, delle persone che passavano qua mentre si lavorava, vedere come le persone interagivano con l'opera è stato davvero magico e commovente. Davvero bambini, genitori entravano e guardavano e c'era la sorpresa, che è quello che cerco nelle opere, di dare questo senso. Atëherë thot që praktikisht domethënë udhëtimi ka shku mirë, që domethënë gjatë rrugtimit që bani ishte, domethënë i ka bërë shumë përshtypje që ndërkohë që ne instaloheshim kishte interes ndaj, domethënë kena pas raste që fëmijët na kanë hinë për domethënë në vepër, duke shikuar dhe shijuar artin. Besoj se po, ose duke edhe cosa hai detto che mi sono dimenticata? Non fa niente. Io. E quindi no, questo evento succede, è importante questo, succede un filo, no, tra me e voi, si crea un incontro sì, che è conoscenza, per me un grande bagaglio e anche per gli altri spero. Ky thot është një event që është shumë i rëndësishëm për arsye se krijohet një lidhje midis Cinzjas si artiste dhe vendit edhe personave për më tepër që ka gjetë këto. Hera parë që ju shkoni në një vend tjetër për të promovuar artin tuaj. È la prima volta che tu esponi fuori dal tuo paese d'origine? Sì, ho esposto solo in Italia. È la prima volta che esco fuori a portare quello che faccio in un posto nuovo, completamente che non conoscevo. A ndryshon mikpritja e shqiptarëve me ato italianët? Lei ti chiede come hai trovato l'ospitalità e se ci sono cambiamenti tra la cultura italiana del paese. Sì, si dice che gli italiani sono molto affettuosi, ma gli albanesi lo sono ancora di più. Thotë që italianët janë shumë, si më thënë, shumë mikpritshëm, por shqiptarët janë më shumë zotë. Po patjetër. Ne këta kemi të veçantë tonën. Më trego pak për artin tënd. Nuk e kam parë në ndonjë vend tjetër. Më trego me çfarë është punuar, pse pikërisht ky art. Të marrim këtë pjesën këtu për shembull.
chiede per le tue opere come sono fatte, tipo che sono un po' particolari. Io lavoro con differenti media. Punon me mjete edhe me materiale të ndryshme. Tramite questi materiali creo un linguaggio che si differenzia tra materia e materia. Dhe nëpërmjet këtyne materialeve krijon një lloj gjuhet që lidhen pastaj bashk. Cilat janë disa materiale që përdoren? Quali sono essi? L'incisione, parto dall'incisione come ricerca mia personale. L'incisione është grafika e artit, në thënë në Shqipëri njihet, jo shumë, por do njihet me kalimin e kohës. Le stampe che si possono vedere in questa mostra sono come delle pagine di diario. Stampat që ajo ka bërë nëpërmjet incizionit janë, si më thënë, si flet ditarit edhe një lloj dokumentimi që ja bën jo ditë për ditë, po herë mas herët, edhe sono tipo monotipi diversi. Po, janë monotipi të gjithë të ndryshëm, njëri prej tjetrit. Però nascono dalla stessa matrice, che è la stessa lastra di metallo. Por dalin nga njëjti, domethënë metal, edhe nga njëjta formë, domethënë punimet. Quindi manifestare in quante infinite forme si può, cioè la stessa materia si può manifestare attraverso la stampa in infinite forme, quindi I njëjti material mund të manifestohet në shumë formë, më thënë në qindra, po. Per quanto riguarda il resto, për sa i përket pjesës tjetër, c'è un voler trasportare cose che osservo, quindi effetti ottici anche, che catturano la mia attenzione, vado piano. Po, është me kap edhe me sjell, gjana që i kërkojnë, më thënë, që tërheqin vëmendjen e qindjes, e shpesh herë bin edhe në lojë pak optike, domethënë. Riproponendolo, quindi tramite ad esempio questa opera, quindi la materia che è semplice è una rete da una zanzariera, spiega. Kështu që në këtë rast marr një rjetë që është rjeta që përdoret për moshkonja, portata con stratificazioni che creano effetti di movimento, come se fosse il solido diventa liquido. E bjen, domethënë, e bjen në formë ekspresionit, domethënë, të artit, ku ndryshon krejtësisht pastaj, domethënë, roli primar që ka rjeta e poi la lana, che dhe pastaj është lanët. Më shpjego pak për këtë artin këtu që ke realizuar. Spjegami është kjo që po flit që pak më me detaje. Këta janë një formë ditarit që qindja përdor edhe nëpërmjet kësaj formë ekspresionit. Jo gjithmonë ka nevojë në art për fjalë ose për shkrime, kështu që kjo është një formë që kjo bjen në formë shënimet, formë shenjat, domethënë. Ku është vendi që frymëzohesh më shumë? Dove che ti ispiri di più? Il mondo nella sua interezza, non c'è niente di specifico, è proprio la mia storia ha fatto sì che creasse la mia attenzione, quello alla quale presta attenzione. Është bota në përgjithësi, është, si më thanë, interesi që edhe eksperiencat edhe ajo që qindja është realisht me të gjithë njoftjet, me të gjithë eksperiencat e saj. Tutto quello che ho raccolto nella mia storia, persone, storie, parole, immagini. Është gjithë ajo që ka marrë prej tanë historinave, domethënë si personale që dalin edhe jashtë asaj, edhe i ripropozon në artin e saj. Mendon se ka ndryshim mes artit që sheh në Shqipëri dhe asaj në Itali? Penso che c'è una differenza tra l'arte che vede in Albania e quello che vede in Italia. Purtroppo non ho visto tantissimo dell'arte. Quello che ha visto? Non ho visto, ho visto Giovanna e la sua arte, ciò che ha prodotto. Çfarë mendon për artin e gocave shqiptare që janë kaq të talentuara?
Vabbè, ma cosa pensi nel senso le artiste albanese che tu hai avuto modo di incontrare in Italia? Se portano qualcosa? Sì, tutti portiamo qualcosa, tutti lo facciamo, anche il nostro incontro adesso porta qualcosa, quindi sicuramente sì, non si può negare questa cosa, è assolutamente innegabile. Çfarë do presim nga ti pas kësaj ekspozite? Cosa aspettiamo da te dopo questa mostra? Beh, sicuramente tornerò, una gita di piacere. Mi fa molto piacere. Benvenuta. Sì, grazie. E poi sicuramente se ci sarà occasione di collaborare ancora io avrei davvero piacere. Anche qui in qualsiasi posto, insomma, questa cosa che si è creata oggi è un inizio di qualcosa e porterà sicuramente altri risvolti. Kjo që ka ndodhur sot është një mënyrë që domethënë është fillimi, një gjëje që mundet të sjellë edhe gjëra të tjera. Me siguri do kthehet në Shqipëri. Edhe bashkëpunime të tjera që mezi i presin. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Star Trend. Suksese në punën tënde dhe një vazhdim më tepër. Ti di që nel senso successi successivi con il tuo lavoro. Grazie. Grazie anche a te. Grazie a voi. Grazie. Sot do të bëjmë stilime vetëm për flokët kaçurela, sepse është një nga videot që kaçurelësit e kanalit tim e kanë kërkuar shumë, kështu që kjo video është për ju. Por që është shumë e vështirë t'i bëja këto kaçurela sepse unë nuk i kam flokët kështu, por që t'i bëja kaq natyrale mu del shumë kohë. I kam bërë me këtë mashën që është shumë e vogël për gjatësinë e flokut tim, edhe uroj shumë që të rezistojnë deri në fund të videos, se mund edhe të drejtohen, se flokët e mia nuk është se mbajnë shumë. Për stilimin e parë do na duan karfica të thjeshta, të zeza. Mund të zgjidhni se cila është ana juaj e preferuar për t'i kthyer flokët. Unë në fakt anën time të preferuar kam këtë. Për stilime gjithmonë duhet një kror i tillë me këtë bishtin, sepse të ndihmon shumë, sidomos kur nuk e thonj, edhe unë këtë periudhë nuk i kam bërë thonjt. Kjo është ajo dita ku unë duhet të laj flokët, sepse thjesht nuk shtyeshin më. Edhe thash, t'i bëj dhe këto kaçurrelat edhe pastaj të laj kokën. Sorry, nëse shikoni ndonjë fije të bardhë, njerëz më ka filluar pak zboks. Kështu që nuk është gjë tjetër, është thjesht pak zboks. Tani e kemi kështu flokun dhe këtë do të vazhdoj ta spërdredh. Edhe marrim një karficë dhe fiksoj këtë. Kjo tani nuk lëviz më, edhe mund ta lini të bëni një, nëse përtoni, por unë do bëj më shumë, sepse del shumë bukur. Do t'ju duhen disa nga këto aksesorët e flokëve që quhen ura. Quhen ura sepse, ja ku kam këtu një të hapur, janë si tipi karficave të zeza, por nuk janë të shtrënguara, dhe ja ku kam një ruaz ngjyros, dhe do ta fus këtu tek ura. Dhe këtu do ta vendos në fund. Ja prisni deri në fund që të shikoni të gjitha. Duhet një fije, unë kam zgjedhur një fije të bardhë, meqense edhe bluzën e kam të bardhë sot. Dhe flokun e kam marrë kështu, pak a shumë si një katror. Do ta ndaj në 3 pjesë. Ja ku janë 3 pjesë për gërshetin. Dhe ishin aksesorët, ky stilimi nuk të duket kaq bukur. Do të përdor këtë gjelin që është nga Schwarzkopf. Dhe do të vazhdoj me një furçe nga këto që përdorin për të t'i spërdredh flokët kështu. Mundohem t'i kap të gjitha. Të herë do të përdor nga këto kapset e vogla që janë për prap të zeza, sepse është ideja që nuk dua të duket. Po prap do të vazhdoj edhe këtu t'i spërdredh. Po njësoj.
Dhe nëse do t'isha një zysh kaçurrelse, do ta preferoja shumë këtë stilimin, por meqense unë nuk jam një zysh kaçurrelse, do vendos disa gura që ta bëj edhe më shumë të stilit tim. Tani ju e dini që unë vdes për gura. Dhe do të përdor këtë ngjitsin e qerpikëve. Marr gjithmonë një laps të bardhë. Edhe kam bler disa gura që janë shumë të lezetshëm, që i përdor edhe te fytyra, më thënë të kësyt, se edhe balli pjesë e fytyrës është. Këtu, edhe një të fundit, këtu. Spektakël fare. Ky stilimi është kaq i rregullt, është kaq zonjullik, edhe sidomos me këto gura tani, u bë kështu komplet nivel tjetër, ma prishi çik ky zboksi. Po s'ka gjë. Nuk është tamam zboks. Po duke qenë se gjatë gjithë kohës unë kam vendosur llak, edhe gjelëra, gjëra të tilla, dhe kur i kre flokët, pastaj dalin këto si pjesë të vogla të bardha. Tani që e shoh mirë, e kuptoj që nuk është zboks. Në të vërtetë është llaku kur krihet që del kështu si zhul. Tani veshët e mi nuk janë idealet për këtë lloj stilimi, por gjithsesi, ju që i keni veshët më të bukur, ky stilim do ju dali yll fare. Tani te ky stilimi kaçurrelat e mia janë shumë të lodhura. Edhe na duhet një shall, një shami, diçka. Unë ka pa këtë. Nuk është i preferuari im, por do bëjmë një stilim. Jo, nuk do bëjmë kështu si nene. Këtë shamin tani do të bëj përsëri një kapje. Tani nuk besoj se do më prishi punë fakti që kaçurrelat e mia janë prishur, sepse thjesht do ta vendosë elastiqet që janë ngjyra. Nëse doni ti përdorni vetëm me të zezë ose me një ngjyrë, është shumë okay, por unë po mendoj që të përdor ngjyra të ndryshme sot. Por këtë stilimin e kam parë në Pinterest edhe më pëlqeu shumë. Përsëri floko do t'i ndaj në mes, ndaj përsëri këtu, edhe do të formoj, saqë nuk e di se si do t'i laj. Përsëri do vazhdoj të hedh llak, ndryshe nuk kapen. Dhe do të vazhdoj po prapë me llaqet, do t'i japim pak më shumë volum. Këtë stilimin le ta quajmë pipi çorape gjata. Vedi, gjithë fëmijët pipin e kanë pas shumë qejf. Ndërkohë unë e kam pas shumë inat. Nuk e di pse, diçka nuk më pëlqente tek ajo vajzë dhe nuk e kuptoj se çfarë ishte. Akoma edhe sot nuk e kam kuptuar, edhe pse kam studiu psikologji, edhe jam marrë goxha me veten time, me zbërthimin e shumë gjërave brenda në kokën time, por se çfarë kam patur me pipin ndër vite, nuk e marr vesh, nuk e di. Ky stilim është shumë i lezetshëm. Ti që ke kaçurrela, që po e sheh këtë video, të bezdisin këto qimet kështu përpjet, edhe vetmja mënyrë për t'i vendosur në drejtimin e duhur edhe është llak. Që keni parë videon deri tani, mirënjohse për secilin që i është bashkuar këtij rrugëtimi tim. Shumë faleminderit për gjithë kohën që keni kaluar këtu me mua. Do të shihemi së bashku tek videoja e radhës. Deri atëherë, një super përqafim të madh virtual. Ju kam shumë xhan. Mirë pafshim, ja kalofshi mirë.